Mirë, jemi në vend që do të flasim për teknologjinë dhe biznesin, ndërkohë që super panel si gjithmonë. Ka filluar vrapi për antarësimin në Bashkimin Evropian, qeveria thot bëuni gati, biznesi nuk është gati, kush do t'i bëj gati, nuk e dim. Do vi gati. Do vi gati. Po, është me ne Florian Zekja, miki dashur i studios Bardhazi. Përshëndetje. Fation Kadillari. Dhe Flori përfaqëson një industri shumë të vështirë që është industria e fasonëve. Po, Anduil Çekrezi që është një njësh në çështjet e energjisë. Po. Ndetje. Dhe miku i dashur i studios Bardhazi, Endri Tafani, që i ka qef këto diskutimet me integrime, se e di që sa më shumë flasi për ta që shumë largohemi nga gjë. Po. Tani, kryeministri thot nuk i ke pa antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Biznesi nuk është gati për t'u antarësuar, ekspertët nuk kanë britur, ndërkohë antarësimi... As lekët. Jo, më lekët kanë britur se... Lekët erdhën njerë me AZBR-n, por u zhdukën, apo jo? Erdhën të tjera. Nëse ne do antarësohemi nesër mund tjetë mbas 2 vjetësh, ose mbas 3 vjetësh, 2030? si është biznesi? Atëherë, po të flasim me shifra, rreth me një pyetësor, me një themi anketim që i ka bërë një nga grupimet e biznesit, nga del që nga vetë deklarimet e bizneseve, jo duke i hyrë kontroll të imësishëm, del që 85% e bizneseve nuk janë gati të hyrë në Europë. Faleminderit. Me i fjalë, 15% që edhe ai duhet marrë me pincetat. Çfarë do të bëjnë ata? Do falimentojnë? Do shpallin falimentin këto biznese? Shiko, kjo është një histori që është pa dhe herë të tjera, por që Shqipëria ka për ta vujt pak më shumë sepse jemi më pak të përgatitur, sepse kjo histori ka ndodhur dhe me Bullgarinë, me Rumaninë, kur në moment që kanë hyrë në Europë, ata kanë pas firo bizneset. Këtu mund të them për biznesin e manufakturës që ka pas i firo goxha të madhe, gati 20%, por këtu flitet për gjithë biznesin në përgjithësi, me fjalë. Që 85% është pothuajse 0. Po pra, kjo është nga vetë deklarimi, nuk është nga kontrollet që janë bërë. Është standardi. Duhet jetë edhe më i lartë. Kështu që një kohë shkurtër që po i lehet biznesit prej 3-4 vjeç për të transformu, për të arritë standardet, për të arritë certifikimet e Europës, është shumë e ullët, por ajo që është më rëndësishme që është tha edhe Aurela, Ornela, më falë, që tha Ornela, është që biznesi në këtë luftë, në këtë transformim do jetë i vetëm. 80% e fondit nga Komuniteti Evropian do shkojnë për administratën dhe për reformën drejtësi. Oke, flasim për biznesin. Vetëm shikoj çik kameraman, vetëm shikimin e Endrit se e kam fiksim fare, në mënyra se si qesh Endri. Mirë, hiqe fiksimin nga Endri. Jo, s'kam Endrin fiksim. Kam qeshjen e tij që pak e teknologjia e biznesit. Përkthem atë që tha. Anduen, që biznesi të jetë avangard me botën, që ti të konkurosh me tregjet ndërkombëtare tani, jo me tregun shqiptar, ti duhet kesh një teknologji njerë. Si vilet Ullirin Elbasan, akoma? Si, ma thuaj, si. Me dajre? Jo, me dorë, më. Nuk e di, me dorë. Me dorë, me dorë. Kjo është çështje që pastaj kjo nuk është pjesa e ekspertizës time. Gjithsesi unë mund të flas për çdo lloj gjë, por ajo që mund të them është tek energjia në fakt, ndryshe nga sektorët e tjerë ndoshta. Tek teknologjia, që një biznes të jeti konkurueshëm. Teknologjia dhe pjesa e biznesit energjetik. A e kanë bizneset shqiptare fjalën e fundit të teknologjisë brenda vetes? Nuk besoj që e kanë fjalën e fundit të teknologjisë brenda vetes. Po si do konkurosh me botën ti? Kjo është në varësi të nuk di ta them këtë dhe kjo është sfidë e madhe. Në botë nga u dhan lekët? U dhan nga jashtë dhe nga brenda. Sigurisht. Në Shqipëri lekët nga jashtë kush i vodhi? Kjo është. Kush i vodhi më Endri lekët nga jashtë? Për biznesin, a u dhan lekë? A u dhan lekë për fermerët nga jashtë? I mori administrata. I mori administrata, po them 80%. Po nga brenda kur do jepen? E para nuk i ka marrë administrata, njëri ka marrë politika, se administrata si mori e i specialist. Po nga brenda tani? Si? Nga brenda shteti, do t'i vej gishtit kokës që biznesi ka nevojë për teknologji, se ndryshe e jep shpirtin që mvrapin e parë? Kjo pyetje mund bësh kur ishte 2014, viti pari i Ramës, tani që jemi në 2026, pyetja do i vëj gishtin kokës, do të thonë e ka marrë përgjigjen. Po. Përgjigja është gjysma e qeverisë në burg, gjysma tjetër në Netin, normalisht. Po pëllima le të bëjnë çfarë duan me qeverinë nga sa fusin burg. Problemi është do t'i gjej kokën e kupton se ka hallin ai t'i gjej kokën. Problemi është ke biznesi më. Shikoj, a do jap ky shtet tani në i lek biznesit që të biznesi, problemi është. Apo do i lër vdesi? Problemi nuk është thjesht që do japi lek biznesi, problemi është tek mënyra se si konceptohet struktura e ekonomisë. Edi Rama e ka vërtetuar që prej më shumë se çerek shekulli që është në politikë, që di vetëm një model ekonomik. Gjej cop tok e jepi le ndërtimi.
Dhe praktikisht gjithë ekonomia jonë ka vajtur në atë drejtim. Po mos na bëjmë politikë, s'do bëjmë politikë, kemi lek për biznesin. Është strukturë ekonomike. A duhet shteti t'japi lek biznesit? Jo. Jo? Okej. Nuk duhet. Unë mendoj që duhet. Pse duhet t'i japi? Pse duhet t'i japi? Duhet t'i japi. Se se bën dot biznesi. Se bën dot. Nëse se bën, domethënë nuk është biznesi rentabël, atëherë s'ka pse t'i japi. Rentabël. Ka dy gjëra të ndryshme. Falë se po në pres, po e marr radhën aty zotit. Atëherë, nëse unë flas për një fond prej 49 milionë që Shqipëria para 3 javësh e mori nga fondi i Komunitetit Evropian. Është një sekond. Më tha do t'i japi lek shteti. Unë shteti nuk mund. Nëse janë falas, është tjetër gjë. Janë fond që mori Shqipëria nga Komuniteti Evropian. Këto 49 milionë, po them, 80% shkojnë për administratën, për trajnimin administratës, për kongresin. Administrata do ju trajnoj ju pastaj. Janë ekspertët. Shteti nuk ka pse t'i japi, domethënë edhe në Evropë, subvencionet më shumë kanë bërë dëm se sa kanë bërë mirë. Për shembull ti në njëna subvencionet që janë në Evropë, që harxhon me miliarda, me 10 miliardë në sakt, është për bujqësinë. Rezultati është që në Evropë prodhohen gjëra të cilat nuk konsumohen, sepse ka vendosur ca parametra ata në Evropë, dhe harxhojnë me 10 miliardë, në fund fare çfarë ndodh? Ato 10 miliardë ngelin nëpër magazina dhe pastaj Evropa bën u afal vendeve të Afrikës dhe duke çuar në Afrikë, po themi ato prodhimet europiane, me zero cost, me zero çmim praktikisht, falimenton dhe bizneset e afrikanëve të gjorë që nuk konkurrojnë dot me këtë budallik që bëhet në Evropë në subvencionet. Subvencionet është një nga mënyrat për ta mbajtur tjetrin peng. Subvencionet nuk kupton që biznesi jot ka diçka që nuk ecën. Për ndryshe, po të kishte diçka që ecte, o do merrte kredi dhe do vazhdonte të shfryente kredin sipas një plan biznesi, ose për ndryshe tregon që është gjithkohës underwater, është gjithmonë në ujë dhe ka nevojë për subvencion për shndërrosje. Është fut inteligjenca artificiale. Ku janë ekspertët? Nga do vinë ekspertët që do trajnojnë biznesin shqiptar? Në fakt, personalisht mendoj se kjo çështje nuk është vetëm kombëtare, pra vetëm çështja e Shqipërisë, por bota është përballur me disa deklarata që realisht janë shokuese. Për shembull, Elon Musk deklaron që do të vijë një kohë që puna nuk do të jetë më domosdoshmëri. Pra njerëzit nuk do kenë më nevojë të punojnë, sepse do kenë një minimum jetese. Po formulat e Elon Muskut, tani unë po pyes ku do vinë trajnuesit që do përgatisin biznesin për tyr në BE. Eksaktor, këtu desha dilja. Dhe deklarata e dytë shokuese e botës ishte që leku nuk do të jetë më domosdoshmëri siç ka qenë dikur më përpara. Pra nuk do jetë çështje ka kjo me trajnuesit tani? Kjo do bëj trajnues. Për arsye sepse ne po përballemi me ritme shumë të shpeshta globale. Me një mikun tim i cili Por e trajnuesit nga do vinë, më thuaj mua, mos thuaj çfarë do ti tani. Këtë pyetjen time. Nga do vinë trajnuesit që do trajnojnë biznesin, ta përgatisin të bëhet të hyj gati si zotni në Europë. Pra, me një mikun tim po ta thot, nuk do ketë nevojë as për punë, as për biznes, as për lesh. Do ikin gjitha. Do kemi një rend të ri global. Rend i ri botror. Kemi formë të funksionuarin ndryshe dhe kjo është realisht e arritshme edhe personalisht për arsye sepse po bëja disa kalkulime sot në mëngjes dhe po shikoja që inteligjenca artificiale përveç se do të arrijë që të krijojë një punë për ty, një biznes për ty, pra ju nuk keni biznes. Do e krijoj biznesin, do marrë një produkt të shumica dhe do e shes, do e nxjerr në rrjetet sociale dhe jo vetëm kaq, po do e parashikoj edhe paraprakisht se sa klientë janë të interesuar për ta blerë këtë produkt. Për arsye sepse ne gjatë gjithë kohës jemi të përgjuar. Gjatë gjithë kohës ne e dim çfarë na duhet. Nëse unë jam duke kërkuar me mikun tim një palaplete, çai ke bërë emisionit e çove në 2030 direkt. Prandaj tash kemi të bëjmë me perceptim tjetër të rregullave, jo vetëm çështja e Shqipërisë. Jemi me këmbë tokë akoma ne, të lutem. Shiko, unë mendoj kështu Shqipëria. Këto ekspertët që duhet të trajnojnë biznesin. 2030-ën, me qenë 30. Flasim për 2030. Si film fantashkencë. Qysh më keq se kaq. Personalisht unë besoj sepse merrem me teknologjinë dhe me blockchain dhe është e mundshme, a priori është e mundshme. Okej, shiko tash ti. Ne dje ishim për hapjen e kapitujve. Strategjia 2026-2030 flet që biznesi duhet t'i parafrohet 4.0-s. Ne jemi akoma 2.0. Patjetër këtë do të thoja. Ne jemi një fëmijë i vogël. Atëherë, për të arritur nga 2.0 në 3.0, 4.0 duhet të transformohet, apo jo? Biznes duhet ta ndajmë me sektor. Ka nevojë për shumë suport. Duhet ta ndajmë me sektor, besoj. Pra sektor të ndryshëm. Pra ka nevoja, besoj që teknologjia ose ajo nevojë për subvencione ka sektor të ndryshëm, siç mund të jetë bujqësia, siç mund të jetë të tjera. Po s'po shpikim unë nxehtë, me këtë punë ka Europa të jep fondet që ti, me që jema mrapa, fillosh të barazohesh me ne, ti jesh pak a shumë konkurrues. Ja ta mbarojnë. Unë kam të pjesa pse por them varet nga sektor.
Se nëse e marrëm të pjesa energjisë, ne jemi shumë avangard në këtë drejtim. Qoftë nga mënyra si e prodhojmë energjinë, që e prodhojmë të gjithë nga burimet e rinovueshme, qoftë nga diversifikimi, qoftë nga drejtimi që po kemi gjithmonë më tepër rreth këtyre, po themi, mënyrave të prodhimit të energjisë, që është shumë herë më avangard se sa Europa, e cila është akoma nën gaz e nën lëndë fosile të tjerë. Pra në këtë drejtim, pra ne po them që këtu kemi të bëjmë me sektor. Pra ka sektorë të cilët janë shumë të ndërsuar dhe kërkojnë më tepër në, po themi, mbështetje, subvencione, bujqësia, etj. Me radhë, po ka sektorë të tjerë që mjafton tregu. Aman, më ku do t'i gjej Ministria e Bujqësisë të ekspertët që s'ka një ministër të ajrit, jo më të gjej ekspert të këshilloj fermerët, si të futen fermerët dhe të përgatiten për sfidën që i predo. Këto janë sfida që patjetër që... Ku do dalin këto, nga do vinë këto alien, më të lutem? Nga akademia. Nga akademia kujt? Akademia e Barinve, që ishte... A, e Barinve. Okej, do me thëmë. Jo, po të e këte që të pjesat pakte në sektorë që unë edhe i njoftë, dhe pjesa energjisë, unë mendoj që nuk ka nevoj për subvencion. Fare, mjafton tregun ta liberalizosh. Po Shqipëria çfarë vendi është? Nuk kemi vend prodhim energjie në më së shumti, ne jemi... Ne jemi vende importuese ende, në këtë drejtim, pra importojmë kërësisht për nevojat tona, mesatarisht 30%, vitet më të këqija dhe 20-25%. Po sigur që kjo ka ardhë edhe në rëni, pra në këtë drejtim. Po ne jemi vend bujqësor, më flasim qik për bujqësit, për fermerët, Ore, bujqët fermerët, si do jenë, ku do jenë? Nuk jam shumë dakord për këtë, se mund t'jemi edhe vend që prodhojmë energji të rinovueshme, sepse e kemi gjithë bazën... Ne nuk po zhvillojmë atë që e kemi ndërshekuj tani. Jo, mund të flasë për atë shenjore. Patjetër, tani. Vim pak të fermerët tanë të cilët do të lëndisem më 3 vjetër, kush e di ku do të lëndisem? Po, si duket... Me dronë. Jo, e kam fjallin të... Kush është vëndi më i zhvilluar në botë? Ruajnë delet me dronë, se kjo është misja e fundit. Po, është në Petër Fili. Do kemë Barin, do i ruajnë delet me dronë, Me qenë robot. Po qumshin dhe gjinë flopës, me qa do t'ja disinfektojnë që dalja i qumshi mirë? Me aparatura. Me aparatura. Po investimin për këto, kush do t'a bëj që qumshi të shitet... Do t'a bëj biznesi vetë. Po ata që vazhdojnë e mjelin me dorë akoma? Makineria. Si makineria, po me qa legër do t'a bëj makinerim, bra. Se këtë më flasë. Nuk është një kosto. Nuk është një që furnizot me energji të rinovueshme. Shumë e bukur me thënë që i banë Kam qenë një trajnim Kosto nuk ka problem. Problemi më i madh që është në këtë rast është problemi që në qoftë se ti nuk paguan njerëzit, nuk e konsumator, kush do e konsumoj, me çfarë do e blej. Pra, në qoftë se të gjithë dalin pa punë, kush do ketë, s'ka më fuqiple. Pra, mos kalojmë deri atje. Te bujqësia ka problematik tjetër. Problematika që kemi në bujqësie para punës herë, për momentin është standarde. Sa problematika kemi. Por, të paktën, më aq sa kam parë një lëvizje të fundit, qeveria shqiptare ka bërë disi pozitive, marrëveshjen me Izraelin për bashkëpunimin në fushën e bujqësisë. Izraeli është, për mendimin tim, vendi më i zhvilluar në botë për sa i përket agrikulturës. Dhe me atë sipërfaqet pakët që ka dhe me atë popullsie me të tjerët, prapë është arrin që tjetë eksportues. Si do të thotë, ato teknika që janë aty mund të kalojnë në Shqipëri. Problemi është e fakti që ti e lidh marrëveshjen atje, bën këto bashkëpunime të bukura dhe në praktik pastaj do shkojë ai specialisti, pra duhet gjetur një mekanizëm që të përkthehet në poshtë tek fermeri, pra ajo marrëveshje që bëhet sipër nga ministrit, si do implementohet tek fermeri poshtë. Dhe këtu është problematika, jo vetëm këtu, por në çfarëdo lloj fushë, ne nuk është se kemi specialistë hap. Dhe për më tepër ata që po futen tani në administrat janë gjenerata Z, që është gjenerata që është me IQ më të ulët se gjenerata millennials që janë përpara. Për sa i përket energjisë, që thuhet energjisë, Shqipëria po arrin pikun e vet për sa i përket energjisë, sepse më tutje ne nuk mund të ecim, kemi sipërfaqe të vogël për të bërë energji të rinovueshme. Mbase duhet shikuar energjia nukleare, mbase centralet me thorium, në zona e Korçës për shembull mund të mbajë atë. Shikojmë atë. Edhe jo, po aty do shkojmë sepse energjia, kërkesat për energji parashikojnë që të shkojnë 3 ose 4 herë më shumë se këto që kemi aktualisht. Dhe nëse kërkesat për energji... Po nuk është sfida jone, 3-4 herë më shumë, nuk është sfida e ekonomisë tonë. Po patjetër që është sfida e ekonomisë, sepse energjia është baza e ekonomisë. Nëse bota do ecë përpara, sa po fol tu shikojnë çik, po shkon bota drejt robotikës, po shkon drejt inteligjencës artificiale. Nëse bota shkon drejt asaj, ti s'mund të vazhdosh akoma që të importosh kamarier Filipinas për resortet në palas, e kupton? Se nuk është strukturë ekonomike ajo. Që do të thotë, ne jemi shumë brapa dhe me energjinë. Ai sa prodhojmë tani, është rritur një çik se prodhim, se kam punuar në sektorin energjetik, prandaj po them.
ne jemi mbrapa në drejtim, siç është mbrapa dhe Kosova. Ka faktor pse jemi mbrapa. Nuk ka bëj teknologjia fare. Jo, nuk po them teknologji. Nuk ka të bëjë që do të teknologji. Shqipëria ka një sipërfaqe të vogël. Fushat ose do bëhen me panele diellore ose do mbillet. Njëra nga dyja. Ose do bëhen kullota, ose të bëhen kullota, ose mbillet. Dhe mbi të gjitha është një prallë që thuhet për energjinë e rinovueshme, për panele diellore, për helikat që janë të tjerë, sepse prodhojnë ndotje. Pas 8 ose 10 vjetësh që e kanë atë ciklin e jetës, ti nuk ke ku ti çosh ato panele diellore. Se jemi vend i vogël. Shikojnë çik, nuk është, domethënë ne rendim, kopjojmë botën, e bëjmë copy paste edhe mendojmë se e zgjidhim situatën pa menduar. Jo, pa menduar në mënyrë strategjike. Pa menduar në mënyrë strategjike. Shqipëria ka sipërfaqe të vogël, nuk mund të mbahet me energji të rinovueshme kur kërkesa do shkojë 4 herë më shumë se kaq. E kuptoni? Në 7 që kemi në 7 mundura, e kupton të shkojmë tek kërkesa tjetër. Se në qoftë se shkon 20 giga kërkesa për industrinë tani. Gjithë ato që po shikon ti resorte që po ndërtohen, që të gjitha do konsumojnë energji elektrike. Të da them një statistikë. Dhe është ndryshe kur ti e prodhon dhe e mban çmimin në kontroll, siç po ndodh çmimi që e kemi me 9 lek kilovatin, dhe është ndryshe pastaj kur detyrohesh të importosh sidomos në ekonomi në oraret e piku, siç po e merr Kosova me 250 me 340. Nuk ka farlidhe sepse vende si Italia kanë shpëtuar nga kriza energjetike. Kanë shpëtuar veç fal paneleve diellore. Shiko, e para sipërfaqja e Italisë është 260.000 km2. Nuk është më shumë se sa. Po jo, un kam kolegë të mi që kanë bërë panele diellore dhe sot janë sot Spanja, ja të them një statistikë se më shumë Andi, të lutem se nuk kemi mbledhur për panele diellore këtu, do bëjmë një temë tjetër. Takojemi prap. Ore, do më thoni pak për bizneset se erdhi 3 vjeçari, mos na fol me ato planet futuriste. Jemi shumë mbrapa. Po jo, jemi çfarë do bëhet, do më thonë. Çfarë propozoni, se si jemi mbledhur kot këtu. Kjo inteligjenca artificiale nuk ka lind sot. Ka që vjesh të vdikë. Po lërë më inteligencë artificiale. Avantazhi jonë, apo flasë për inteligencë artificiale. Sa lekë duhet biznesit, që të konkuroj, sa lekë të duhet ty. Perfekt. Atër mu më duhet një fond prej 30.000 euro që unë Kush do t'i jap ty? Banka, qeveria? Kush? E mire do ishte të kishtë një bashkëpunim, pa tjetër. Ashtu që kanë bëha dhe me tjera. Po si e biznesmen, thot, a i shoku jotë për banë? Po mi që të bëjt është, unë kam 20 e sa vjetë, 30 vjetë biznes. Po që kemi këtë biznesne? Pse në ra për hisë e këtë biznes kodi? Po të se kuptojmë të shi, pse nuk u bëham gjithë analiste, se bëham gjithë... Në base nuk u kuptuaj që thash. Është ndryshe kur ti merr grante nga Evropa, të cilat janë fundit nuk janë kosto për Shqipërinë. Po janë marrë grande, janë marrë më grande. Është ndryshe kur ato fonde dalin nga taksat e shqiptarëve. Kur dalin nga taksat e shqiptarëve, mendimi shoku jemi përpara faktit, jemi përpara faktit. Ti do hysh në BE, do hysh me biznes apo do hysh? Jo, e kam si karafil, si do hysh? Po patjetër që do hysh si biznes. Po s'ke pra biznesi do të falimentoj, po ta thotë 80% e bizneseve janë Po janë duke falimentuar edhe pa u fut në Evropë. Edhe ty të gëzon ky fakt? Po jo, po s'ka lidhje Evropa në këtë rast, ka lidhje modeli ekonomik që kemi zgjedhur. Ore çfarë duhet të bëjmë se ne tani? Në këtë moment ty po të largohen vit për vit, po të ikim 50.000 shqiptarë në Shqipëri. Edhe për këtë arsye duhet të mbyllim dhe bizneset tani. Jo, jo që mbyllim bizneset, po ti ke probleme që ke akoma më të rënda. Këto biznese kush do i mbaj? Se nuk është problemi i rënd ku e para është punëtore. E para fuqia punëtore. Ti s'ke fuqi punëtore. Ç'do të bësh ti për fuqinë punëtore? Sepse problemi është që ty t'ikin shqiptarët jashtë. Pastaj fundit, nëse ti shqiptarët u i zëvendëson me fuqi punëtore tuaj dhe shteti mbushet me Filipinës me to tjerë, kjo s'është më Shqipëri. Pa ata njësoj e bëjnë prodhimin, puna është ke prodhimi. Po ç'më duhet prodhimi mua kur shikojnë që unë nuk jam qytetar i botës, unë jam qytetar i Shqipërisë. Unë flas shqip, kam një kulturë shqiptare. Qofse 90% e popullsisë bëhet Filipinas, çka kuptimi ka që mbijetoj biznesi i Zamirit apo i dikujt tjetër. Ti bien shkel gjitha vetua ti, puna madhe. Jo, duhet shikojmë ca gjëra që janë primare. Primare është përpara se të shkojmë mirë te biznesi. Ore, ky biznes që po thua jo do arrim standardet këto të tjerat. Problemi më të madh që kemi është, edhe që kanë pasur edhe vendet e tjera kur janë futur në Evropë. Ore, në atë moment kur do futemi dhe s'ka më nevojë për atë 3 mujoshin. Ore, këtu do bëhet si Shkodra, që tha ai, kur të hapen kufit, do shkoj tek 5 herë të vikut mos marri turma me vete. Ishte një Barcelet kohën e Enverit. Në këtë moment, ajo që është më kryesore është duhet menduar si do i mbajmë njerëzit e rinj në Shqipëri. Si do i mbajmë këta njerëz. Dhe pastaj në kuadër të kësaj duhet dhe të integrohet zgjidhja e biznesit për integrimin në Evropë.
Pra, ky është problemi primar që kemi. Njerëzit që po na ikin. Pra, ne si do e gjem këtë zgjidhje të koordinuar me biznesin. Dhe biznesi është... Jo, shikojnë që biznesi ka pasur kohën e vetë për të... është faj biznesit, pra. Jo, ka pasur kohën e vetë për të punë. Tani shqiptarët, kush janë mbush mendjen atyre që i hedhin ato plerat kimike dhe i bëjnë me patate, me domate, me spesa, me kastravesa, i bëjnë me norma që janë me 10 herë. Që është karma tani, integrimin bëjë është karma. Po pse nuk e di ai që nuk duhet bërë? Pse nuk bëhet? Pra, kjo pjesa, edhe unë tani ti jap një subvencion, pse ti jap subvencion? Do të thënë, këtu nuk bëhet një diskutim i madh mbi problematikat që kemi njerë dhe flasim për standarde kur problemet tona janë e parashikon pasqyrën pas 3 vjetësh që ato ndodhi që s'do kemi më asnjëri që të prodhojnë në Shqipëri? Fare. Fare më fare. Po s'do kemi as shqiptar. Okej, mirë, shumë mirë. Zgjidhje është. Ikim që tani atë, bëj valizën gati, ikim që tani. Për t'i dhënë përgjigje kësaj, se nuk ma lat ta mbaroja atë që nisa në fillim. Po të thoja që eksakt pra, dhe ishte përgjigja e kësaj. Takova një mikun tim sipërmarrës me biznes të madh dhe po diskutonim eksaktësisht për këtë temë. Dhe tha, e ke parasysh atë historinë e Bretkosës, që nëse i fut direkt në ujë të nxehtë kërcejnë dhe shpëtojnë, ndërsa nëse do që ato të vlojnë dhe të ngordhin brenda në tenxhere, atëherë vazhdo gradualisht, rritja temperaturën nga pak derisa ato të ngordhin dhe nuk do t'ikin. Kështu po ndodh eksaktësisht me bizneset sot. Sepse jemi përballë një inteligjencë artificiale, jemi përballë një teknologjie dhe ato biznese të cilat nuk do updatohen, nuk do të ndryshojnë, janë të destinuar për fat keq të falimentojnë. Dhe sa përqind e këtyre, diti sa përqind e këtyre do falimentojnë? Statistikët, të gjitha ato që nuk do dëshirojnë të updatohen, të ndryshojnë, sepse teknologjia po bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Ne te angazhimet tona, por le ti bësh ndryshime në teknologji, po me çfarë lekësh do t'i bëj ai tani, të lutem, se nuk janë pa lekë ato. Andi thuaj, sa përqind e njerëzve vinë në Kinë të shikojnë teknologjitë e reja, të përshtaten me qasjet e reja, sa përqind e këtyre bizneseve kanë mundësi, vinë t'i blenë pajisjet nga Kina, nga Gjermania, sa përqind? Shikoj, ideja është... që ta bëjnë prodhimin smart. Ideja është këtu që ndoshta përqindja mund të jetë shumë e ulët. Po ka mënyrën se si gjithsesi bizneset e kanë gjetë mënyrën dhe rrugën se si ti financojnë projektet e tyre. Shumë pak. Jo shumë pak. Tani unë mund të flas për energji. Po. Po Vetë produs. nuk ka gjithë ekonomia energji po. Mimo tani do ta ndajmë këtë temë. Ai është zgjidhur që lën kolateral atë ta bëjmë panelet. Po mirë në rregull. Për tani unë mund të flas, më pas sa rëm për pjesë tim optimist këtu me sa shoh, domethënë çat bëjmë edhe për pesimistit gjithë, ai ta bëjmë çat them. Pesimist ai themi që s'bëhet asgjë dhe ta mbyllim çat them, po ideja është kjo që nëse flitet për teknologjinë, bizneset e kanë gjetur mënyrën se si flas gjithmonë të pjesë e energjive, se si... Andi, po thamë që ullin të mblidhen me dorë akoma tani. Një ulli që mblidhet me dorë, nuk bëhet vaj ullirit më mirë se që bënë makineria tani. Dakor, po ideja... Edhe si do konkurosh të Italin duke shitur vajnë e ullirit në Itali. Nuk do konkurosh Italin, Ornella, se konkuron do në asë një gjë dhe më në kështë. Po kur të Italin me ato... Pikërisht për nuk është se do konkurosh Italin, nuk e konkuron asë sot, s'ke për ta konkuru asë atere. Tregu do vetë rregullohet, ai një produkt më cilësor edhe më i lirë do konsumohet ai produkt. Nëse ti nuk Nëse ti nuk e prodhon më lirë dhe më të mirë. Ka zgjidhje për këtë, ka zgjidhje. Ka zgjidhje për arsye se edhe qasjen që i bëjmë ne është gabim, sepse teknologjia dhe inteligjenca artificiale na është servitur sikur është panik, frikë dhe shkatrim për shoqërinë. Jo më zgjidhje, siç e ka panik. Kush e tha po? Unë kam qenë në një trajnim te Bashkimi Evropian dhe personi i cili trajnonte kompaninë Volvo për të futur inteligjencën artificiale. Tha diçka shumë interesante. Personi që trajnonte kompaninë e Volvos për të futur inteligjencën artificiale, pra kompanitë e mëdha kanë filluar të updatojnë dhe të ndryshojnë, dhe këtë duhet bëjnë edhe kompanitë e mesme dhe të voglat, tha që largimi nga puna i taksixhinëve nuk ka qenë për shkak se doli inteligjenca artificiale, po ka qenë e anasjellta. Për arsye sepse shumë persona nuk pranojnë të punojnë taksixhi, sepse është punë e mërzitshme, është boring, nuk janë dakord me atë lloj pune dhe për këtë arsye u lind nevoja që të shpikej diçka që të bënte rolin e taksi pa shofer. Pra, lindi nga nevoja e kompanive të mëdha për arsye sepse nuk gjenin individ, siç përballemi ne sot në Shqipëri me mungesën e shumë punëtorëve. Si pasojë kësaj nevoje, atëherë automatikisht vjen alternativa e teknologjisë. Tani ne
jam dakord me bashkëfolësin, a jemi dakord që ta orientojmë dhe ta vendosim në shërbimin tonë? Unë mendoj kundër nga i Volvos, për hajtë më. E di pse jam kundër nga i Volvos, sepse fakti i Uberit tregon të kundërt të asaj. Nuk ka problem njëri që të marrë taksin, thjesht ishin të punët çmimeve. Uber ishte më fleksibël, edhe s'kishte nevojë. Tani, po në Uber punohet shofer. Do të thonë njëri ka makinë vet. Pra nuk është se lindi kërkesa se s'kishte njerëz. Njerëzit thjesht nuk shkonin se ishte kosto, do të thonë nuk i interesonte, do të thonë. Po pra, edhe tesa po shkon drejt një kulture më ne nuk mund të konkurrojmë me Evropën në ekonomitë fushës. Ai sa prodhon ullinj, Italia ne s'kemi për të prodhuar ndonjëherë. Ka fusha më të mëdha. Ka terren më të madh. Edhe sikur ne të shkojmë, edhe të bëjmë makineri, prap nuk do kapim atë ekonomi fushë që ka Italia. Dhe jo vetëm të Italisë, por në çdo vend tjetër, sepse jemi vend i vogël. Ajo që ne duhet mendojmë është si do këto resurse që i kemi, burime natyrore dhe njerëzore, ti maksimizojmë që të qëndrojnë këtu. Kaq. Kjo është sfida. Nuk është sfida të konkurrojmë në Evropën. Mesazhi, Flor, mesazhi. Pa analizë, Flor, të lutem, mesazhi. Unë kam përshtypjen që inteligjenca artificiale është një ndër zgjidhjet për të ecë më përpara dhe për fatin tonë ne nuk kemi nevojë të shpikim, po mjafton ta kopjojmë dhe ta vendosim në punë me fjalë. Ajo që është rëndësishme që inteligjenca artificiale nuk kushton si dikur përpara, që kushton të shumë, tash është më e pranueshme dhe biznesi mund ta vënë punë. Por problemi është që mas shumë vështirësive që pas biznesi, duhet se s'bën një mbështetje, sepse ne nuk e kemi ba të vetëm këtë punë dhe vendet që kanë shku aty ku janë nuk e kanë ba të vetëm. Përderisa ne paguajmë taksat, duhet të taksat na rikthehen. Mesazh? Mendoj se Shqipëria duhet të ecë drejt energjive të rinovueshme, nuk duhet ta devijoj fare pjesën e sektorit në teknologji tjera, sepse nëse ka një produkt sot real që ne konkurrojmë që nesër në Bashkimin Evropian është energjia, qoftë për nga cilësia dhe nga çmimi, që do të thotë të prodhojmë të pastër dhe të lirë. Dhe mund t'ju sjell këtu edhe një shembull se doja ta thojmë parantezë të Spanjës, që është i vetmi shtet në Europë sot që prodhon 50% më lirë çmimin e energjisë elektrike se sa Italia dhe 33% në mesatarin e gjithë Bashkimit Evropian dhe fal kujt? Fal teknologjisë së diellit dhe të erës. Kështu që kësaj duhet i besojmë dhe duhet të qëndrojmë edhe ta përçojmë në gjithë. Mesazhi im është i thjeshtë që ashtu siç u shpik telefoni për të lehtësuar komunikimin dhe ndryshoi komplet komunikimi, ashtu siç u shpik interneti që ndryshoi komplet lifestyle-in e jetës, sepse nënat, prindrit që ishin emigrant filluan të komunikojnë me fëmijët e tyre, tashmë po shpiket dhe jemi në fazën e inteligjencës artificiale, teknologjisë, robotizimit për të lehtësuar punësimin. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë për të pasur punësim të suksesshëm. Unë them që ne nuk mund të konkurrojmë në asnjë drejtim në Evropë, e vetme gjë që mund të bëjmë është maksimizojmë prodhimin këtu brenda. E kundërshtoj atë pjesën e energjive të rinovueshme se është një skem shumë i madh. Spanja me qira llafi ka shkretë të tjerë. Jo, Spanja ka shkretë të tjerë. Hajde zhvillojmë tani e kam fjalën këtu. Ne keni ftesën të dy në studio, ta vazhdojmë. Sot që flasim janë akoma hidrocentralet e Enverit që na mbajnë. Se dhe e kam fjalën këtu. Ne duhet të rrisim prodhimin. Duhet të rrisim, mos përqendrohemi në një fushë të vetme. Nuk kemi për të bërë revolucion as në IT, as në energji të rinovueshme, as në bujqësia të tjera. Thjesht duhet maksimizojmë sa resurse kemi, sa njerëz kemi dhe që t'i mbajmë këtu, kaq duhet bëjmë. Atëre, unë duke falendëruar miqtë e dashur, mund të them vetëm këtë gjë, që Estonia është një nga vendet më të digitalizuara në botë dhe është kaq sa kjo shishja. Edhe ne mund ta bëjmë këtë. E dyta, shteti shqiptar është goxha i digitalizuar. Do të mendoj edhe që bizneset digitalizohen, se përndryshe motori i ekonomisë do ngelet ekonomia do ngelet pa motor. Dhe treta që është më e rëndësishme nga të gjitha, që nuk ka nevojë për subvencione, nuk ka nevojë që të marrë lek nga shteti, nuk ka nevojë se mjafton me lekët e privatit, të gjithë mund të blejnë krevate, dyshek, jashtëk, dorelan. Pra sepse janë me gjysmë çmimi dhe nuk ka nevojë për mbështetje nga Europa për këtë, mund t'i blini direkt dhe të shijoni jetën në mënyrën maksimale. Miqtë e Bardhazisë, kjo ishte Bardhazia për sonte në këto ditë të nxehta korriku, ne vim shkurt për t'ju rifreskuar me temat tona natyrisht dhe me mesazhet tona. Natën.